Në këtë video do të flasim pak për anginën pektorale stabile. Ajo bën pjesë në kuadër të sëmundjeve të artereve koronare, të cilat në bazë të manifestimit klinik mund të jenë asimptomatike, mund të jenë në formë të anginës pektorale stabile, anginës pektorale jo stabile, infarktit akut të miokardit, si dhe vdekjes së papritur kardiake, apo asaj që emërtohet sudden cardiac death. Angina pektorale stabile shkaktohet si pasojë e lezioneve aterosklerotike të fiksuara, të cilat i ngushtojnë arteret koronare. Iskemia koronare paraqet një disbalancë në mes të kërkesës për oksigjen si dhe furnizimit me gjak. Pra, kur kërkesa për oksigjen është më e madhe se sa furnizimi i qasshëm me gjak, atëherë kemi atë që emërtohet anginë pektorale stabile. Në kuadër të faktorëve të rrezikut për anginë pektorale stabile, por edhe për sëmundjet e artereve koronare, vlen të përmendet diabeti mellitus si më i rrezikshëm, pastaj hipertensioni si faktori i rrezikut më i shpeshti, hiperlipidemia duke pas parasysh nivelet e rritura të LDL-s si dhe të ulura të HDL-s, pastaj mosha, anamneza pozitive familjare, më pas pjesë e stilit të jetesës, siç është për shembull duhanpirja, obeziteti, inaktiviteti fizik, stresi si dhe alkoolizmi. Vlen të përmenden edhe faktorët apo indikatorët prognostik të sëmundjeve të artereve koronare, ku përmendet pra funksioni i ventrikulit të majtë që matet me fraksionin e ejeksionit, e nëse është mbi 50% atëherë themi se është normal, ndërsa nëse është nën 50% atëherë themi se ka një prognozë të keqe. Gjithashtu përmendet edhe numri i artereve koronare të prekura, pra nëse kemi 2 apo 3 apo më tepër artere koronare të prekura, kemi prognozë më të dobët, si dhe nëse kemi prekje të arteres koronare të majt, e cila furnizon rreth 2/3 të zemrës me gjak, edhe këtu kemi do të thotë prognozë të dobët. Në kuadër të faktorëve apo manifestimeve klinike të anginës pektorale stabile, vlen të përmendet një dhimbje e gjoksit me karakter rëndues në kuadër të regionit të strenumit, e cila zgjat dikon rreth 5 minuta, ndonjëherë më shumë, ndonjëherë më pak. Por dhimbja është e karakterit rëndues dhe shtrëngues, e shumë rrallë karakterit shpues apo dhimbje e mprehtë. Kjo dhimbje zakonisht shkaktohet si pasojë e sforcimit fizik apo emocional, ndërsa qetësohet në pushim si dhe me përdorimin e nitroglicerinës. Dhimbja iskemike vlen të përmendet që nuk përmirësohet me ndrimin e pozitës së trupit apo me ndrimin e mënyrës së frymarrjes, si dhe nuk asociohet me ndjeshmëri të mureve të kafazit të krahërorit. Pra, nëse këto janë prezente, atëherë dhimbja nga faktori iskemik mund të përjashtohet, do të thotë si shkaktari i dhimbjes. Në kuadër të diagnostikës, pra si diagnostikohet angina pektorale stabile, vlen të përmenden 5 metoda apo mënyra kryesore të diagnostikimit. E kemi EKG-n e qetësi, e kemi stres testet, pra stres EKG-n dhe stres echokardiografin, e kemi stres testin farmakologjik, Holter monitorimin, si dhe e pesta është kateterizimi. EKG-n e qetësi zakonisht tek personat me anginë pektorale stabile është normale, edhe për këtë arsye zakonisht vazhdohet me stres test. Stres EKG-ja bëhet përpara, gjatë edhe pas do të thotë ushtrimeve apo aktivitetit fizik në kuadër të trakës të vrapimit apo biçikletës, dhe e ka një sensitivitet të lartë sidomos tek pacientët që e kanë EKG-n e qetësi normale, si dhe ka sensitivitet të lartë tek pacientët që janë në gjendje të arrijnë 85% e frekuencës kardiake maksimale të tyre. Ajo gjendet duke e zbrit do të thotë moshën aktuale të pacientit nga numri 220. Për shembull, një pacient 50 vjeçar mendohet se ka frekuencën maksimale kardiake rreth 170 rrahje në minutë. Pra 220 minus 50, 170. Nëse kemi të bëjmë me iskemi të shkaktuar do të thotë nga aktiviteti fizik, atëherë kjo asociohet me një iskemi subendokardiale, e cila regjistrohet në EKG si një depresion i segmentit ST. Do të thotë nëse kemi depresion të segmentit ST në EKG, atëherë duhet të mendojmë në iskemi. Gjetje tjera pozitive mund të jetë zhvillimi i aritmive të ndryshme, si dhe i hipotensionit. Tek pacientët me stres test pozitiv indikohet do të thotë kateterizimi.
Flasim tash pak për metodën e dytë të stres testit, pra stres ehokardiografia, e cila gjithashtu bëhet përpara dhe më njëherë pas ushtrimeve fizike. Dhe këtu iskemia evidentohet me abnormalitete në lëvizshmërinë e mureve të zemrës. Do të thotë akinezi apo diskinezi, të cilat nuk ishin prezente tek pacienti në qetësi. Tek ta pacient, pra që kanë stres test pozitiv, indikohet kateterizimi dhe vlen të përmendet që stres ehokardiografia shumë shpesh preferohet nga shumë kardiolog më tepër se sa stres EKG-ja, për arsye se ka një sensitivitet më të lartë në detektimin e iskemisë, ka një aftësi më të madhe për me vlerësu do të thotë madhësinë edhe funksionin e ventrikulit të majt, e ka një aftësi më të madhe për me diagnostiku smundjet valvulare, si dhe me diagnostiku smundjet e arterëve koronare kur kemi do të thotë abnormalitetin e EKG të mëparshme tek pacienti. Metoda e tretë e diagnostikimit është ajo që quhet stres testi farmakologjik, do të thotë përdoret tek pacientët që nuk janë në gjendje me bo ushtrime fizike të stres testit, pra nuk janë në gjendje me performu aktivitet fizik të mjaftueshëm, dhe si imitim përdoren agjentet medikamentoz për me imitu do të thotë stresin kardiak që e kanë ushtrimet fizike në trup. Në kuadër të tyre vlen të përmendet dobutamina, adenozina dhe dipridamoli. Dobutamina shkakton një rritje të kërkesës së miokardit për oksigjen, duke rrit frekuencën kardiake, kontraktilitetin e miokardit, si dhe shtypjen e gjakut, ndërsa adenozina dhe dipridamoli shkaktojnë një vazodilatacion të generalizuar, që këtu e ka një efekt do të thotë ndryshe, por arteret koronare të sëmura vetëse janë maksimalisht të dilatuara në qetësi, dhe kur stimulohen domethënë në mënyrë medikamentoze, ato pranojnë minimalisht përurje të gjakut, dhe kjo shërben do të thotë si mënyrë diagnostike për mi dallu nga ato të shëndoshat. Metoda e katërt e diagnostikimit thamë që është Holter monitorimi, ndryshe quhet edhe si EKG-ja ambulantore, edhe shërben për me diagnostiku iskemin e heshtur, por asimptomatike, me diagnostiku apo me i kategorizu sinkopat e pashpjegueshme, dhe me diagnostiku dhe vlerësu punën e pacemakerëve, si dhe me vlerësu në fakt aritmit e ndryshme. Metoda e pestë dhe e fundit që përmendi për këtë video për diagnostikim të anginës pektorale stabile është kateterizimi me koronarografi. Kjo është testimi definitiv diagnostik për smundjet e arterëve koronare. Bëhet injektimi i kontrastit në kuadër të arterëve koronare, me që rast mundsohet vizualizimi i lezioneve stenotike, si dhe lokalizimi i tyre dhe vlerësimi i shkallës domethënë të stenozës së tyre. Indikacione për kateterizim janë stres testi pozitiv, siç e përmenda më herët, më pas infarkti akut i miokardit, rastet kur testet jo invazive janë jo diagnostike dhe kur kemi anginë refraktare ndaj medikamenteve, rastet kur dyshohet në smundje valvulare, si dhe rastet kur pacienti ka simptomatologji të shprehur dhe është nevoja për diagnostikim dhe menaxhim urgjent të këtij pacienti. Kur jemi tek pjesa e fundit, do të thotë pjesa e trajtimit të anginës pektorale stabile, ekzistojnë 3 modalitete kryesore. Kemi më së pari do të thotë modifikimin e faktorëve të rrezikut, kemi terapinë medikamentoze, si dhe modalitetin e tretë që është rivaskularizimi. Modifikimi i faktorëve të rrezikut përfshin menaxhimin e hipertensionit, menaxhimin e hiperlipidemisë, menaxhimin e diabetit, kontrollimin e dietës pra obezitetit, rritjen e aktivitetit fizik, si dhe lënien e duhanit, që është vërtetuar që e përgjysmon do të thotë rrezikun për sëmundje të arterëve koronare brenda vetëm një viti pas lënjes. Si modalitet të dytë pra kemi terapinë medikamentoze, që për me mbajt mend më lehtë këtu mund të përdorim analogjinë me ligën basketbollit Amerikës pra NBA, pra NBA, nitratet, beta blokatorët edhe aspirina. Nitratet shkaktojnë një vazodilatacion të generalizuar që e përmirëson anginën, por në raste mund të parandaloj anginën nëse mirret përpara sforcimit fizik. Nitratet tek rastet e anginës kronike përdoren në formë orale dhe në formë transdermale, ndërsa në rastet e sindromës akute koronare përdoren në formë sublinguale, në formë të pastës, si dhe në formë intravenoze. Vlen përmendet që kanë disa efekte anësore, siç është kokëdhimbja, hipotensioni ortostatik, si dhe sinkopa. Si agent tjetër janë beta blokatorët që e bllokojnë stimulimin simpatetik të zemrës, si agent të linjës së parë janë atenololi dhe metoprololi,
Këto pra e ulin frekuencën e zemrës, e ulin kontraktilitetin e saj dhe ulin shtypjen e gjakut. E treta është aspirina, e cila indikohet tek gjithë pacientët me sëmundje të artereve koronare dhe është vërtetuar që e ul shkallën e sëmundshmërisë apo morbiditetit, si dhe e ul shkallën e incidencës së infarktit akut të miokardit. Vlen përmendën këtu edhe bllokatorët e kanaleve të kalciumit, që përdoren si terapi sekondare në raste domethënë kur terapia me beta bllokator dhe me nitrate nuk është efektive. Metodologjia apo modaliteti i tretë i trajtimit të anginës pektorale stabile është rivaskularizimi. Këtu ekzistojnë dy metoda kryesore. E para është PCI-ja apo PCI, Percutaneous Coronary Intervention, do të thotë bëhet angioplastia me balon apo me stentim. Por këtu vlen përmendet që edhe megjithëse është mjaft efektive, e ka një mangësi, po them, një tëmet që ristenoza është mjaft e shpeshtë. Do thotë rimbyllje e artereve koronare, 40% e rasteve të ristenozës ndodhin brenda 6 muajve të parë. Mirë, po nëse nuk ka evidenca që ka ndodhur ristenoza brenda 6 muajve të parë, zakonisht më vonë ajo nuk ndodh. Edhe metoda e dytë, do të thotë rivaskularizimit, është ajo që emërtohet CABG-ja apo CABG, a Coronary Artery Bypass Graft, që shpesh i referohem edhe si bypass. Kjo zakonisht indikohet kur kemi të bëjmë me sëmundje të 3 artereve koronare me stenozë mbi 70% në secilën prej tyre, kur kemi stenozë të arterës koronare të majt mbi 50%, kur kemi disfunksion ventrikular, si dhe kur kemi komplikime mekanike, edhe kur kemi shok kardiogjen pas infarktit të miokardit. Kjo ishte sa i përket anginës pektorale stabile.